Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Strukturat vendore në Bashkinë e Finiqit kanë përfunduar procesin e vlerësimit të dëmeve nga zjarret e muajit gusht. Gjatë periudhës tranzitore është siguruar një sasi e konsiderueshme ushqimi për bagëtitë e blektorëve të dëmtuar nga zjarret. Procesi vaksinimit të banorëve me vaksinën e gripit në Bashkinë e Finiqit po vazhdon me ritme të kënaqshme. Në krahasim me vitin e kaluar, evidentohet një interesim më i madh nga banorët. Në Gjirokastër, duke u ngjitur dhe skicuar, ky është libri që mban autorsinë e arkitektit Andi Papastefani, që u promovua sot në qytetin e Gurt. Një botim që përmes skicave Papastefani evidenton strukturën e qytetit të UNESCO-s. 120 sportistë apasionuar pas kickboksit u mblodhën sot në Gjirokastër në organizimin e Kupës së Shqipërisë. Ky aktivitet sportiv u organizua nga Federata Shqiptare e Kickboksit me mbështetjen e Bashkisë së Qytetit të Gurt. Ju njohim tani më gjerësisht. Strukturat vendore në Bashkinë e Finiqit kanë përfunduar procesin e vlerësimit të dëmeve nga zjarret e muajit gusht. Gjatë periudhës tranzitore është siguruar një sasi e konsiderueshme ushqimi për bagëtitë e blektorëve të dëmtuar nga zjarret. Banorët e Finikit kanë përjetuar periudhën më të vështirë të dekadave të fundit. Në gjysmën e parë të muajit gusht, prej 10 ditësh zjarret kanë përfshirë pyje, kullota, ullishte, blet, bagëti dhe banesa, sidomos në 20 fshatra të njësive administrative dhe Dhivër dhe Mesopotam. Menjëherë, strukturat vendore kanë filluar punën për vlerësimin e dëmeve me ndihmën edhe të specialistëve nga prefektura e Vlorës, një proces i vështirë, i cili përfundoi para pak ditësh. Harruam me vlerësimin e dëmeve edhe gjendjen aktuale dhe dëmet që kanë ndodhur gjatë beharit së vjetshëm. Mund na thoni disa shifra nga vlerësimi? Janë ndjekur 1390 hektar kullot edhe 251 hektar pyll e përshkuar nga zjarri, që mund të kemi akoma, nuk është shkatruar komplet pylli, do të thënë se me rreshtit e para mund të marrin veten katetori që të nxirret konkluzioni përfundimtar. Ullinj janë ndjekur 35.000 rënj, të vjetra dhe të reja. Bagëti janë ndjekur 16 ose 17, banesa 19, 320 koshere, bletësh. Gjithsesi, drejtuesit vendor nuk pritën kombesimin e blektorëve, por siguruan një sasi të konsiderueshme ushqimore për bagëtitë. Kemi shpërndar 14 ton koncentrat që na erdhi si ndihmë nga shteti, e kemi shpërndar tani sa për të marrë veten shpërndimet e para, derisa të bëhen të gjeme dhe vendet e kullotave të saktuara. Bashkia e Finikit në jurisdiksionin e saj territorial ka 25.000 hektar me pyje dhe kullota. Procesi i vaksinimit të banorëve me vaksinën e gripit në Bashkinë e Finiqit po vazhdon me ritme të kënaqshme. Në krahasim me vitin e kaluar, evidentohet një interesim më i madh nga banorët. Sensibilizimi i banorëve të Finikit për të mbrojtur nga virusi i gripit, duke kryer vaksinën përkatëse, ka dhënë frytet e veta. Qendra shëndetësore në 5 njësitë administrative, por edhe ambulancat në përfshatra, kanë regjistruar shifrat të vaksinuarve më të mëdha në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore e Finiq mbulon 8 fshatra të kësaj njësie administrative. Ka patur një vaksinim të kënaqshëm, ka patur një kërkesë nga ana e popullatës, kryesisht moshat madhore. Për momentin janë kryer afërsisht tek 100 vaksina për vaksinat e gripit. Janë pajisur të gjithë infermierët të ambulancave edhe këtu, janë të pajisur të gjithë, domethënë ka sasi të mjaftueshme për pjesën e vaksinave. Deri tani ecuria është shumë e kënaqshme. Pothuajse njëjta situatë paraqitet edhe në Qendrën Shëndetësore të Livadias, e cila ka në varësi të saj 15 fshatra. Deri në këtë moment janë kryer 220 vaksina për afërsi, janë shpërndar vaksina në të gjitha fshatrat. Si vjet është një gjë pozitive që na kanë ardhur herët si vaksina dhe kjo është gjë e mirë. Ndërsa ambulanca e fshatit Dermish me 150 banor rezident është në varësi të Qendrës Shëndetësore e Dhivër me 12 fshatra në varësi. Kemi prej një jave që kemi filluar procesin e vaksinimit në të gjitha moshat, pra edhe në moshat e reja dhe në moshat më të mëdha. Jemi të kënaqur me procesin e vaksinimit dhe po vazhdojmë akoma. Për momentin kemi kryer rreth 30 vaksina. Sipas të dhënave operative, njëjta situatë paraqitet edhe në 2 njësitë të tjera të Bashkisë së Finikit, në Mesopotam dhe në Aliko.
Në Gjirokastër, duke u ngjitur dhe skicuar. Ky është libri që mban autorësinë e arkitektit Andi Papastefani, që u promovua sot në qytetin e Gurt, një botim ku përmes skicave Papastefani evidenton strukturën e qytetit UNESCO-s. Arkitekti Andi Papastefani promovon në Gjirokastër librin me skica të punuara prej tij, fokusuar në objekte të veçanta nga lagjet të ndryshme të qytetit të Gurt. Rreth 120 krijime të tij, ku pjesën më të madhe e zën shtëpitë gjirokastrite tashmë janë përmbledhur në titullin Në Gjirokastër duke u ngjitur dhe skicuar. Një pjesë të punimeve të tij të riprodhuara në foto të ekspozuara në sheshin Çerçistopulli morën edhe vëmendjen e vizitorëve. Materiali paraqitur ka lidhje me një libër që kemi botuar së voni. Titulli e ka Në Gjirokastër duke u ngjitur dhe skicuar. Ka të bëj me qytetin e Gjirokastës, me lagjet, me veçantitë urbane ose ansamblet e qytetit dhe me traditën e popullit tonë në këtë zonë të Shqipërisë. Libri është dygjush, është ilustruar edhe ka dhe arta për të shpjeguar të gjithë strukturën e qytetit. Imazhet e paraqitura në këtë ekspozit është materiali paraqitur në libër, që është një libër i bazuar me 120 skica dhe arta që ilustrojnë, i bëjnë të qartë të rinjve dhe turistëve strukturën e qytetit. Procesi i formimit të këtij libri ka mbajtur 2-3 vjet, kam ardhur nga Tirana ku banoj çdo muaj, kam skicuar nga një lagje të veçantë dhe në fund është bërë artimi i këtij kompozimi i këtij libri. Gazetari dhe përkthyesi Ben Andoni e vlerëson këtë iniciativë të autorit, duke u shprehur se qëllimi ka qenë ruajtja e trashëgimisë memoriale të qytetit. Në fakt, kjo ekspozit po mendoj që i shkon të qytetit Gjirokastrës e para për pjesën e kontributit tuaj në historinë e Shqipërisë për sa i përket përkatësisë në UNESCO. Mbi gjitha natyrës së veçantë që kanë marrë punët që po ekspozohen. Qëllimi ka qenë ruajtja e trashëgimisë memoriale të qytetit. Për fatin e keq në ditët tona, gjithmonë e më shumë, sidomos shtëpitë e vjetra, po fillojnë të prishen dhe po humbet identiteti urban i qyteteve tona. Dhe Andi merr pikërisht në kujtesë evidentimin gati skajor të detajeve të shtëpive të veçanta, që unë besoj ju kolegët e mi e dini shumë më mirë se unë, arkitekturën e qytetit, emërtimet e qytetit e tjera, por mbas pak kohësh to do marrin rëndësi të veçantë. Do marrin rëndësi të veçantë për arsyeën e vetme që një pjesë do humbasi. Një pjesë nuk e ka më kulturën ndërtimore se si ka qenë më përpara, dhe pastaj element tjerë. Prandaj besoj që kjo ekspozit duket e thjesht, por është e mirë që edhe për njerëz të tjerë të Gjirokastrës të vazhdojnë në këtë traditë. Gjirokastra është qyteti i tretë ku është fokusuar Papastefani. Ky botim vjen pas atyre kushtuar kryeqytetit dhe Beratit. Libri Miku im titullohet aktiviteti organizuar nga Qendra Kulturore Fato Berberi në kuadër të muajit tetor, që njihet ndryshe si muaji i letërsisë. Fëmijët kanë bashkëbiseduar rreth rëndësisë që ka leximi për ta, ndërsa interpretuan edhe pjesë të ndryshme letrare. Në kuadër të tetorit të letërsisë, Qendra Kulturore Fato Berberi është duke organizuar një program të veçantë aktivitetesh. Lexuesit e vegjël sot diskutuan mbi librin Dobishmërinë e leximit, duke sjellë edhe pjesë të ndryshme letrare në drejtimin e instruktorëve. Në qendër të këtyre aktiviteteve qëndron promovimi i librit dhe rëndësia e të lexuarit. Erdhi vjeshta gjatë Tranës, berdi pyll janë mbanë, erdhi vjeshta vendi mbushi, plot me pjeshka vile rushi. Një macov, Lara Max, mune gjami të riqeshur me mustaqe. Si ande, e përshpante duke qeshur. Libri është shok që nuk mërzite duke qëndruar me ty. Dhe a e vogël ka curele, në flok më mban më kordele, vajze rritur është tani, vishet krijet bukuri. Mua pëlqen shumë të lexoj libra me gjuhë shqipe dhe me gjuhë të huaj. Unë zgjodha një vjersh me një gjuhë të huaj, anglez. Edhe titullohet Open a Book. Flet si brenda një libri
gjë shumë gjëra. Në rastin e muajit të letërsisë, ne lexuam poezi të ndryshme. Ky aktivitet titullohet Libri miku im. Ne fëmijët lexuam shumë gjëra të bukura. Në këtë ditë vjen edhe një lajm i mirë nga Qendra Kulturore Fato Berberi. Ndërkohë, në mënyrë simbolike, gjatë ditës së sotme ne kemi promovuar edhe çeljen e një rrethi të ri në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Pra tashmë Qendrës Kulturore të Fëmijëve i shtohet edhe një rreth i ri, çfarë është rrethi i letërsisë dhe i gazetarisë, pra që ka të bëjë me shkrimin letrar. Fëmijët e interesuar të arsimit nëntëvjeçar, tek ky rreth do të gjejnë lidhje me dobishmërinë e leximit, të mënyrës të shkruarit, kryesisht për sa i përket shkrimit letrar, gjinive të ndryshme të gazetarisë, të medias, pra është një kërcënim i dashamirësve të librit me dashamirësit e gazetarisë. Besoj se do jetë një risi dhe aq më tepër do të rreqë interesimin e fëmijëve. Aktiviteti i radhës nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi do të jetë çelja e ekspozitës në botën e librit. Janulla Dalani sjell për lexuesit e vegjël librin e saj të parë me poezi Irida dhe Rezia e Diellit. Prezantimi i librit u zhvillua në Pallatin e Kulturës të Livadias në Finiq, së bashku me mësuesit dhe nxënësit e shkollës së bashkuar. Letërsia për fëmijë rikthehet pas disa vitesh në minoritetin etnik grek. Mësuesja e shkollës së bashkuar Livadia në bashkinë e Finikit, zonja Janulla Dalani, solli për miqtë e vegjël të letërsisë librin me poezi Irida dhe Rezia e Diellit. Me një ceremoni tepër të veçantë, të organizuar nga mësuesit dhe nxënësit e shkollës së Livadias, u prezantua libri me poezi në sallën e Pallatit të Kulturës Katina Papa. Autoria e librit, mësuesja Janulla, frymëzimin e poezive mori nga nxënësit e saj. Ndihem pak emocionuar, por si mund të thuash e gëzuar, se jarita qëllimit shkrova një libër për fëmijë, se fëmijët janë debulesa jonë, se mund të themi, është profesioni ynë, edhe ndihem edhe krenare dhe shumë e gëzuar. Kujt ja kushtoni librin? U kushtoj fëmijëve, se fëmijët janë brez i arshëm, që gjithë shoqëria njerëzore do mbështetet në to. Në ceremoni përshëndetën shkrimtari Evangel Zafirati, drejtoresha e zyrës arsimore Finik Dropull zonja Arta Lasku, gazetarja nga Greqia zonja Panajota Hatxhideodoru, sekretari i Bashkisë Finik zoti Evangel Zaferi, si dhe kolegë të saj arsimtar. Libri flet trajton shumë terma të ndryshme, siç është shoqëria, bullizmi, për rolin e gruas, ka shumë aspekte të ndryshme për shoqërinë, për fëmijët. Është një libër i cili paraqet gjithë problematikat që kanë shkollat ose vetë nxënësit, por kryesisht ka disa vjersha të cilat janë për bulizmin, i cili është i pranishëm në shkollat tona dhe flasim për një bulizëm lektik, bulizëm deri në bulizmin elektronik. Libri sa i parë është një libër i cili është motivuar patjetër nga puna e saj si arsimtare me fëmijët. E kam njohur Janullën si një mësuese e cila me përkushtim, me ndjeshmëri, me dashuri, me respekt ndaj fëmijëve, i ka drejtuar ata në drejt rrugëve të reja, drejt rrugëve të dijes. Nxënësit e shkollës recituan poezi nga libri i mësuesës së tyre, ndërsa aktiviteti përfundoi me një fotografi përkujtimore. 120 sportistë apasionuar pas kickboksit u mblodhën sot në Gjirokastër në organizimin e Kupës së Shqipërisë. Ky aktivitet sportiv u organizua nga Federata Shqiptare e Kickboksit me mbështetjen e Bashkisë së Qytetit të Gurtë. Aktiviteti i radhës i Federatës Shqiptare të Kickboksit u ndal në Gjirokastër. Sportistë amator të këtij sporti u ndeshën sipas moshave, duke nisur që nga fëmijët e deri tek ata mbi 18 vjeç. Kam 3 vite që merrem me boks dhe kam 4 muaj që merrem me kickboks. Me shqyllim ka ardhur. Kam ardhur që të bëhem një kampion i arshëm. Po mirë, ke marrë pjesë në evente të tilla? Po, kam marrë 2 herë. Kam marrë 1 herë në Vlorë dhe 1 herë këtu. Sa kohë ke që merresh me kickboks? 3 vite. Dhe mendon se do ta vazhdosh? Po. Stërvitesh rregullisht? Po. 3 vite bëj shumë gjëra në javë. Boksa shin mbrojtje. Jam praktikuar për këtë ditë. Ky është kampionati im i parë, jam shumë i lumtur dhe po pres përmbledhjen time. Dua të shoh dhe të shokëve të mi, sepse jam shumë i lumtur dhe për këta që kanë ardhur këtu.
Alban Alikaj, presidenti Federatës Shqiptare të kickboksit, shpreh i kënaqur nga pjesëmarrja duke vlerësuar edhe praninë e femrave. Kemi pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria, madje kemi dhe klube nga Greqia, kemi klube nga Maqedonia, kemi klube nga Kosova, ka arritur pjesëmarrja diku te 120 sportistë të grup moshave të ndryshme, fëmijë pjesa më e madhe, por gjithashtu edhe të rritur mbi 18 vjeç, plus Federata Shqiptare e Kickboksit ka thyer një tabu që kemi pjesëmarrje shumë të vajzave. Deri tani jemi në një situatë shumë të mirë që shkoni Pallati i Sportit është pothuajse i mbushur dhe shpresojmë të vejë sa më mirë deri në fund dhe të fitojnë më të mirët ata që meritojnë. Gjirokastra u përfaqësua në këtë garë për kupën me 16 sportistë. Ky është një kampionat bar kombëtar, domethënë është mix, nuk e dim se me këtë na bjeri ndeshje. Ndeshjet Gjirokastra, Vlora, Berati, Durrësi, Fi. Sa kemi pjesëmarrë? Neve si ekipi Gjirokastrës, luftari kemi 16 sportistë. Të çmoshave? Nga 4 vjeç deri në 27 vjeç. Vajza kemi? Vajza sot, jo, nuk kam asnjë pjesëmarrje. Ky aktivitet sportiv u mbështet nga Bashkia e Gjirokastrës, e cila vitet e fundit po i jep një rëndësi të veçantë organizimit të aktiviteteve të këtij lloji. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.